Shikues të CNN, mirë mbrëma. Kryeministri i vendit pas një mungese të gjatë sot u shfaq në kuvent sikur të ishte një diplomat i huaj që kishte ardhur me një fjalim protokollar, një fjalë nderi të mbushur me mesazhe për të gjithë, ndonse jeta parlamentare ka vijuar prej muajsh pa të. Ndërkohë opozita, e cila duhet të ishte e përgatitur për përballje politike, u duk sërish të ndarë në vendime, e utuar në qëndrime dhe e paqartë se çfarë drejtimi kërkon të jap formës së protestës institucionale që vetë ka zgjedhur e na ka thënë që do vazhdojë më tej. Demokratët i kthyen shpinën Ramës, por a ishte ky një akt politik me mesazh apo thjesht një, le të themi, performancë boshe pa ndikim real në peshën politike? Nga ana tjetër, kryeministri u kthye me një fjalim më mirë shpina se fytyra juaj. Po a ishte ky një nivel komunikimi normal për një kryeministër, apo është një tjetër provë degradimi të politikës në Shqipëri? Këto dhe shumë të tjera do t'i diskutojmë sot në studio, por fillimisht do të ndalemi tek një zhvillim jo pak i vogël i 21 janarit. Pas 14 vitesh, ish kryeministri Sali Berisha u thërrit dhe shkoi në prokurinë e posaçme për t'u pyetur lidhur me këtë ngjarje që i mori jetën 4 qytetarëve dhe që la pas 4 familje që ende presin drejtësi. Një dosje që është ringjallur bashkë me debatin. Apo vihet më në fund drejtësi për këtë ngjarje, apo ky është një tjetër kapitull i betejës së sotme politike? Inserti i parë dhe rikthehemi në studio. Pra, garda që ta mësoni ju dhe mund të rëmoni 120.000 herë, nuk funksionon me urdhër, funksionon me ligj. Asnjë urdhër nuk është dhënë për të qelluar. A keni dhënë urdhër? Asnjë urdhër dhe kur. S'mund t'i jepet urdhër. Lulzim Basha e ka takuar të nesër, mos gaboj, për të ndërhyrë tek Ina Rama që të zbus masën ndaj oficerëve të gardës. Gjë e cila është teorikisht e pamundur që unë të dërgoja njëri tek Bamir Topi, që ishte një nga organizatorët që priste zgjatjen e mandatit nga Edi Rama. Ka ndërmjetësuar ambasadori i Shteteve të Bashkuara. Dhe çfarë kërkonte zoti Berisha? Dhe ka kërkuar që dhe çdo oficer i kërkuar nga prokuroria është paraqitur në prokurori. Okej, më rikthyer në studio, mbrëmjen e sotme kam të ftuar zotin Enkeleta Libeja, djathtas 1912, nderuar, shumë faleminderit që na bashkuar në studio. Faleminderit për Shumë faleminderit. Zotin Distefa, avokat, nderuar, shumë faleminderit. Faleminderit për ftesë. Zotin Aslan Dogjani, ish deputet i Partisë Demokratike, nderuar, shumë faleminderit. Faleminderit ju. Zotin Leonard Karaj, avokat, nderuar, shumë faleminderit. Bravo, faleminderit juve. Ndërkohë në një lidhje të drejtë për drejtë, fillimisht do të kem Mark Nikën, Xhaxhain, Alex Nikës, nderuar, mirëmbrëma dhe faleminderit që na bashkuar. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Nika, si e përjetuat sot ju si familje personalisht faktin që ish kryeministri i vendit, zoti Sali Berisha, u paraqit për herë të parë për të dëshmuar për 21 janarin? Ne kemi prit pothuajse 15 vjet që Berisha me ministrin e brendshëm dhe komandantin e gardës të thirrëshin dhe të japin përshpjegimin për vrasjen e 4 qytetarëve të pafashëm. Qytetarët të cilët nuk ishin as rrezikshëm për shtetin as për shoqërinë. U vranë pabesisht, prapa krave, thjesht për të mbajtur pushtetin. Ne besonim se një ditë koha e të vërtetës do të vijë dhe erdhi. Spaku sot ka urdhëruar që të thirrësh Berisha. Ai duhet të thirrë që me datën 21 janar, në orën 15 masdite, fill mosvrasjeve. Të jepte shpjegime se kush ishte truri politik që urdhoi vrasjen e qytetarëve pafashëm. Besojmë Spakun, sepse Spaku nuk është marrë në kontrollin politik të politikës shqiptare. Ajo drejtësi që kërkojmë ne është të tillë se nuk kërkojmë shirë, por vetëm drejtësi. Dhe Spaku, si sportojmë nga veprimet hetimore që po kryen, e ka nisë seriozisht hetimin, po bën hetime të gjithëranshme, të plota dhe objektive. A ka diçka, zoti Nika, që ju tremb në këtë proces, në këto zhvillime që mund ta largojë më shumë këtë çështje nga drejtësia e vërtet që ju keni 14 vite për cilën luftoni? Jo, ne thirrjen e Berishës e kemi konsideruar, ne konsiderojmë si veprim i zakonshëm procedurale.
dhe nuk na intereson se çfarë ka thënë ai. Thëniet e tija do vlerësohen nga drejtësia, ashtu siç do vlerësohet edhe pohimi i tij publik se kaseta është e manipuluar. Këtë nuk mund ta përcaktojë as Berisha as unë. Po atë përcakton vetëm drejtësia dhe ekspertimet që janë me sa diun janë kryer dhe ai akt, domethënë regjistrimi audio është vërtetuar se është autentike e pa manipuluar. Aty del qartë, është e dëgjuar, e kam dëgjuar edhe vetë, që ka dhënë urdhër Berisha. Ai më reprendi që qëllohet mish. Dhe film për 5 sekonda janë qëlluar armë dhe në vara 4 qytetarë dhe janë kërkosur me rrethë të tjera. Edhe nuk mundet as Berisha, as unë dhe as një forcë politike që ta manipulojë hetimin e Spagut, se Spagu e ka nisë në rrugë marë dhe nuk ndikohet nga ndikimet politike. Por çfarë mesazhi keni ju për ata që mendojnë se 21 janari ishte provokim politik? Cili është mesazhi juaj si familjar kur i dëgjoni edhe i shihni? Jo, ne nuk kemi prit kur nga politika majt, nga qeveria, që të ketë ndikim në hetimin e saj çështje. Bile e kemi deklaruar publikisht se drejtësinë e kërkojmë vetëm nga drejtësia dhe jo nga politika, dhe nga e majta apo kryeministria. Në hyrje, ne besojmë se Spaku është në gjendje fiks, mbrapsht se çdo ndikim politik që mund bëhet dhe mund të jetë duke i kryer për ta deformuar hetimin, për ta zvarrit, për ta mërzit ne kemi pritë dhe presim gjithmonë se çështja të shkojë sa më shpejt në gjyq. Dhe kjo është kërkesa jonë që bëjmë Spaku, që sa më shpejt ta përfundojnë dhe e vërteta të dalin në shesh të vrasit e udhëzuesit të shkojnë para drejtësisë. Sepse pa drejtësinë prezidentin janari nuk do ketë qëtësi në Shqipëri. Qartë, Zuniga, keni patur takime tjera me në prokurorinë e posaçme? Ose a jeni thirrur për takime tjera? Jemi thirrur në fillimisht, jemi thirrur kur kemi patur edhe kemi ndërsuar prova. Unë e di se dosja është e kompletuar me prova, janë thirrur dëshmitarë, janë gjitha banë publike, sepse nuk ka i detyrim Spaku që të bëjë çdo veprim hetimor, të sjesin në Shqip ose në media. Ato kanë kryer veprime dhe me sa jemi në ndjenjë, çështja është afër përfundimit. Nuk ka politik as së majtë as së djathtë, çështja ta mbyllin. Ky Spaku arriti vetë me hetime të prishi aleancat e politikës me drejtsinë e vjetër, të prishi aleancat mes politikanëve, që kjo çështje të arkivohet dhe ato të shkojnë si stosh, si po thëmë si që një rrugë si thonë, ato po gjakmi Aleksit dhe shokëve nuk dhe të prevetur ta vetur. Qartë, Zuniga, duke qenë se kanë kaluar vite, a keni marrë ndonjëherë një falje apo një ndjesë apo një kontakt zyrtar nga drejtuesit politik të asaj kohe të dyja kampeve qoftë në aspektin njerëzor? Jo, ato më duket edhe tani sa të shfaqendrimi mbajnë. Bile janë të rreshtuar me vrasit, janë kthyer bunkerët, politika është kthyer bunkerët të vrasëve. Ato futen edhe në parlament, padrejtisht ato nuk duhet të jenë, duhet të kishin dhënë domethënë dorëheqje të dy palët, kush ka përgjegjësi për ngjarjen, si e majta kur organizoi mitimun, ashtu edhe djatha që vranë. Domethënë, jo djatha, por ato gardistët që ishin pjesë e strukturave të mbrojtjes kryeministrisë. Zuniga, ju falenderojmë edhe shpresojmë që drejtësia të bëjë drejtësi. Faleminderit. Faleminderit. Oke, po nis me ju, Zoti Alibeja, duke qenë se keni qenë pjesë e mazhorancës asaj kohe, ndërkohë sot ish kryeministri i vendit është paraqitur në prokurorinë e posaçme. Si keni lexuar këtë zhvillim? Evonuar. Evonuar për të gjithë palët. Sigurisht evonuar për direkt palën që është viktim në këtë rast. Zotëria në fjalë, ka humbur një njeriu në vet. Sigurisht e kuptoni që nipin. Do thotë që ata e dinë
për kaq kohë me një breng e cila nuk është se mund të rikthehet, por bërja e drejtësisë është një lloj shpagimi i vogël mbetet gjithmonë për shpirtrat e tyre. I vonuar edhe për Berishën. I ka thënë vetë, ka kaq kohë që ka pohuar faktin që unë kam dashur të pyetem, s'më ka thirrur njeri. I vonuar duket në dukje edhe për Ramën. Sepse mi këtë çështje, paktën Partia Socialiste dhe ai vetë e ka përdorur politikisht, nuk ta flas hapur, e ka përdorur politikisht, pothuajse në çdo vit, sa herë që 21 janari vjen. E kjo është ndoshta sëmundja më e keqe e politikës, që dhe çështje kaq sensitive me humbje jetësh njerëzore i përdor politikisht si një dëshmi që tregon pandjeshmërinë reale për atë ngjarje. Ndaj, ky është konkluzioni i parë. Tjetra që dua të them, e mira është që nuk duhet parë thjesht dhe vetëm si një ngjarje ku 4 shteta shqiptar humbën jetën. Kjo është një pjesë e rëndësishme, dhe më e rëndësishmja në fakt e ngjarjes. Ngjarja duhet parë edhe në panoramike. Duhet parë për shembull, dhe i duhet në fund, edhe asaj cytjes që politika shqiptare ka her pas here, që për shkak të dobësisë së vet politike përdor edhe mjete radikale dhe dhune. Po, sigurisht vetëm në këtë vizion panoramik unë uroj që edhe spaku, drejtësia, spaku në këtë rast, të mund ta vlerësoj, ta hetoj, sepse vetëm në këtë mënyrë do të qetësoj gjitha shpirtrat dhe do duhet të japi realisht drejtësi që gjithë secili të mos ketë nesër si nga palët, po themi private, zotrinj, ashtu dhe nga palët politike të mos kenë më mundësi të përdorin politikisht. Po në këtë rast, apo përdoret drejtësia mendoni? Atëherë, doja thoja diçka, ju ma paraprit, zoti Nika, herë e parë që e dëgjoj, në fakt është, me aq sa dëgjova tani, është njeriu më i ekuilibruar. Më i ekuilibruar, sepse ai e di, ai ka në kurrizin e vet atë çka ka hequr, pra se ka përdorur politikisht ai vet. Shumë thjesht mund ta përdorte. Njerëz të cilët ju ka ndodhur një fatkeqësi, lehtësisht mund të bie në këto kthetrat e përdorimit politik, por tha, është shumë i ekuilibruar, tha 2 gjëra të rëndësishme. Si e majta dhe e djatha, duke nënkuptuar palët politike që kanë përdorur, duhet të mbajnë përgjegjësi, dhe mbi të gjitha tha diçka të rëndësishme. Ka besim tek spaku, ka besim tek drejtësia. Është kjo në fakt qasja për këdo që në mënyrë të sinqert kërkon të vërtetën, që t'jap besim institucioneve shtetërore. Ato do të mund të bëjnë drejtësinë, askush tjetër. Ndaj, apo përdoret politikisht e pyetja juaj. Po, deri në këto momente, deri sa pa folur ende. Nga gjitha palët. Pra, sa pa folur ende me një vendim të gjykatës, më saktë me një konkluzion të hetimeve, pastaj dhe një vendim të gjykatës, aq më tepër të formë më shprehur, me shumë gjas do të përdoret politikisht. Unë uroj që të mbaroj shumë shpejt hetimi. Nuk besoj që ndoshta në 21 janarin e vitit tjetër do ketë përfunduar, tash uroj të përfundoj, por nëse nuk do të ketë përfunduar, përsëri do ta shoh, besoj, skenën e Edi Ramës që shkëvendos Karafila. Atje. Dhe ky është një përdorim politik, në fakt. Jo, e kisha fjalën edhe në kuadrin e drejtësisë, apo përdoret vetë drejtësia? Jo, këtu jo. Në këtë rast jo. Pse po përdoret? Pse nuk po përdoret? E para për faktin që kjo çështje është një tezë e opozitës që thotë rihapja e këtyre çështjeve është për faj ose për shkak të instrumentave politike. Ta bëjmë të qartë që në fillim është juridike, po duhet ta bëjmë të qartë. Kjo çështje është rihapur nga një vendim i gjykatës Europiane për drejtat e njerëzit, gjykata e Strasburgut. Po. Të bërë një ankesë nga zoti Nika, ka shkuar atje dhe gjykata ka vendosur që do duhet të rihapet si hetimi. Hetimi dikurshëm ka qenë i paplot,
ka qenë jo gjithëpërfshirës, ka qenë jo panoramik, si unë e them, ndaj është një arsye juridike ajo që ka detyruar institucionet shqiptare për ta hetuar. E fundit, kam ndjekur që çështja shkoi një herë deri dhe në gjykatë të lartë, sepse më duket spaku nuk është se kompetencën e prokurisë kur do ta hetonte. E tepërt. Do duhet që një orë më parë, do duhet kishte filluar, do kishte ecur me hetimet. Megjithatë, kjo është arsyeja, ju thash, kjo është arsyeja juridike për cilën kjo çështje është hapur, përdorime politike, po e them edhe një herë, me shëngjas edhe do të ketë sa herë që do të ketë ndonjë nga përfaqësuesit e lartë që do të kalojnë pragun atje, përdorim politik do të kesh. Zoti Dojani, ju e njihni skenën e 21 janarit, e dini se çfarë ka pasuar më mbrapa. Sot, a besoni se zoti Berisha po i fshihet përgjegjësisë politike, morale dhe ligjore, njëjtë edhe për zotin Rama? Në radh parë duhet vlerësoj përpjekjet e xhaxhait të Alex Nikës, i cili por dhe të familjarëve të tjerë, të cilët kanë bërë gjithë këto përpjekje në këto 15 vite dhe kanë shkuar deri në Strasburg që kjo çështje të rikthehet dhe të rihapet edhe një herë për të gjykuar. Për të hetuar dhe gjykuar, është shumë e rëndësishme zbardhja e plotë e kësaj çështje, sepse janë vrarë 4 veta në mes të bulevardit, në mes të Tiranës, dhe kjo ngjarje e rëndë, përveç se duhet zbardhet edhe për të shkuar përpara përgjegjësisë të gjithë ata që kanë kryer vepra penale, por edhe për një fakt tjetër, se me datën 21 janar, ajo ngjarje flet shumë edhe për goditjen e demokracisë, të protestës, të frymës, të gjithçkaje. Por ajo që unë dua të ndalem dhe dua të flas që 15 vite tha Alex Nika, ky xhaxhai Alex Nikës, Mark Nikej, po që ne e ndjekim këtë çështje dhe kemi 12-13 vite Edi Ramën, i cili ka ardhur në pushtet dhe ka të gjitha instrumentat, policinë, gardën, shërbimin informativ, e kontrollon shumicën e sistemit të drejtësisë, dhe që 12 vite sa herë ka 21 janar shkon ulet atje në gjuj dhe bën politik me 21 janari. Kush nuk e do të zbardhur këtë çështje, zoti Dojani? Do ta shpjegoj. Bën politik me 21 janarin, kur në fakt një arsye shumë e madhe dhe kryesore që Edi Rama erdhi në pushtet ka ardhur me këtë ngjarje të rëndë, me këta 4 të vrarë, ka ardhur në pushtet sepse një ngjarje e rëndë krijoi destabilitet të madh. Qytetarët në Shqipëri më shumë vlerësojnë stabilitetin se sa disa parime të tjera të rëndësishme. Ndalemi te zhvillimi i ditës, zoti Dojani. Atje do të dal. Çka duhet të them? Që në një ngjarje penale, në një vepër penale ka dhe shkak dhe pasojë, dhe kjo duhet hetuar jo vetëm pasojë, se sigurisht është shumë e rëndësishme, por duhet të hetuar edhe shkaku. Unë kam qenë në 21 janar atje. Unë kam qenë vetë atje në atë vend ku janë vrarë ato 4 persona, dhe aty duhet hetuar kush e organizoi, kush ishte personi kryesor që organizoi atë protestë. Sepse kur bëhet një protestë ka një plan. Nga do vinë protestuesit, nga gjithë Shqipëria vinin, nga jugu, nga veriu, nga Korça, nga Elbasani. Pse kush i shtyni ato njerëz të cilët shkuan me njëherë tek dera e kryeministrisë dhe përdorën hunin, shkopin, gur, sende metalike, po pse rastisht ishte ajo makinë që shkoi u fut atje brenda në kryeministri, nuk bëhet rastisht sepse protestuesit çdo qark kishte nga një drejtues politik. Pra, ai ishte një sken. Pra ju po e shihni më shumë përgjegjësinë të organizatorëve sa tek. Unë shoh të gjithë, jo, nuk e thash atë, është shumë e rëndësishme, por për të shkuar. Po sepse po fokusoheni vetëm aty. Unë në përgjithësi jam duke folur për një se si mund të zbulohet një vepër penale. Po për të shkuar te pasojë duhet të shkuar edhe tek shkaku. Okej. Sepse ka shkak pasojë, pra duhet hetuar në themel. Kjo duhet të ishte hetuar. Dhe ajo që mua më bën përshtypje është që 15 vite kur kryeministri
i cili erdhi në pushtet me këtë ngjarje kriminale, me këta 4 vrarë që zgjen drejtësi, që mund të ishte rihapur me 10 herë dhe s'kish nevojë me shku në Strasburg. Ju vetë jeni marrë me organizime atëherë, zoti Dojani? Më dëgjoj, ta them unë, të ta them edhe organizimin. Pra, në 15 vite, kur kjo ka pas të gjitha mundësitë për ta rihap, për ta zbuluar, sepse ka shërbimin informativ që ka informacionet, ka policinë e shtetit, ka gardën, ka pas prokurin, ka pas sistemin drejt. Po çfarë ndodh? Këta me vedi e kanë quar ka gjatë. Pse? Sepse ka shumë vepra penale që janë parashkruar atje. Sepse një vepër penale parashkruhet, ka një afat, edhe jeta parashkruhet. Sepse njeriu vjen edhe vdes një moment. Pra, këtu duhet të ishte thirr Edi Rama, gjithë ata që kanë shkuar atje, kanë goditur të tregojnë kush i ka organizuar, me çfarë kanë qenë pajisur. Çfarë udhëzimesh keni patur ju atëherë, në atë kohë? Tani, atë duhet pyetni organizatorët e kësaj pune. Edi Ramën që ka qenë drejtuesi që shkonte rrinte, pastaj ka dhënë problem. Ka një problem. Retorika politike e zhvilluar, sepse në atë kohë bëshën protesta çdo javë. Retorika politike e zhvilluar e bërë nga Edi Rama ishte një nxitje shumë e madhe. Ju e mani mend, besoj që e mani mend. Jo, po kur flasim për një organizim të mirëfillt, nuk është vetëm organizatorët. Kur një kryetar partie del dhe thot një ditë para apo 2 ditë para, sepse nuk e kem shumë i qartë, që tashmë këtë protest nuk e kam thirrë, unë e kam thirrë qytetarët dhe fatin e kanë qytetarë në dorë, se nuk e mbaj mend saktë se çfarë tha. Domethënë, retorika politike kishte nxitur në atë farë, pa hyrë në detaje, sepse i kanë informacion, shërbimi informativ i ka informacion, policia. Por ajo që më bën përshtypje është që 15 vjet, pse nuk e ka zbuluar, pse duhet Xhaxhai Alex Nikës të bëj shpenzime, gjithçka për ta rikthyer edhe një herë që është thashë vlerësoj maksimalisht. Ai çështje duhet zbardhur. Por ama që duhet ishte zbardhur deri tani dhe gjithë mundësinë e ka patur. Pra, unë dyshoj që vetë Edi Rama po nuk shkoj atje dhe besoj që duhet shkoj, por do ta nisi edhe do të them në diçka tjetër. Mendoj që është duke përdorur politikisht në këto momente, duke nisur dhe nga ngjarjet e përditshme të korrupsionit. Ne kemi kryebashkiakun në Burg për korrupsion, ne kemi zëvendës kryeministrin Narrati, kemi zëvendës ministrin tjetër të Mart Pandeur, kemi ministra Burg. Korrupsioni përdit vjedhen para të qytetarëve. Po sepse lidhet me si janarën, sepse Edi Rama e kontrollon shumicën e sistemit të drejtësisë. Duke kontrolluar shumicën e sistemit të drejtësisë, qeveria aktuale është një krizë të madhe politike sot, edhe morale. Dhe shpeshherë ju e dini dhe e keni parë se si Edi Rama kur është ngushtë në qeverisën e tij gjen një diçka tjetër bon. Pra thoni që nxitur nga Edi Rama. Përdor thirrja Sali Berishës sot sigurisht se duhet thirr. Absolutisht. Po mendoni se nxit nga Edi Rama? Sali Berisha dhe gjithë duhet thirr nga i parë tek i fundit. Dhe Edi Rama duhet thirr atje. Po fakti që është në një krizë politike të rëndë, të shkaktuar nga edhe morale nga korrupsioni politike, i bie që asnjëherë nuk, patjetër që ka pas krizë, asnjëherë nuk ka qenë në këtë lloj krize politike mas 15 viteve kur 2 zëvendës kryeministra janë të marrë Pandeur në hetim. Prap do ketë krizë politike dhe i bie që mos hetohen asnjëherë ngjarje, se vetëm krizë dhe i bie që thash përdorimi politik i 21 janarit, sepse ky me këtë ka ardhur në pushtet. Me këtë e ka përdorur çdo 21 janar, do ta zbulojmë, pra 15 vite. Fakti që në këto momente që është një krizë tepër të rëndë, qeverisja politike dhe morale dhe kërkesa për ta thirrë Sali Berishën sot atje, ndërkohë Sali Berisha dhe Edi Rama duhet ishin thirrë të funit, nëse ata kanë përfunduar hetimin, se s'du ta lodoj, nëse kanë përfunduar hetimin dhe nesër shkon Edi Rama dhe thirrët atje dhe do përfundojnë hetimin dhe do të çojnë çështjen gjyqi, është tjetër punë. Por edhe mund të thotë diçka, po për shkak fakti që thirrët sot Sali Berisha është për të rrejtë vëmendjen e opinionit publik nga skandalet. Para 2 javësh ai. Po sot ku them kuptimin e po zgjodhi vet kur vajti. Por e di pra, e di thirr para 2 javësh nuk ka rëndësi. Ku them sot, do nuk them se sot do thirrë, sot shkoj.
Se ne dim gjithë Po të zgjodhi vetë datën e jo se... Jo, nuk e zgjedh datën, atë i kanë thonë kur ke mundësi marrë, kam këtë datë, s'ka rëndësi. Okej, qartë. Pra duhet thirrë Qartë, Rama, i Qartë, pari Okej, atje. e morëm. Pra shkaktari atje duhet shkoj. Por janë për të tërheqë vëmendjen e opinionit publik. Qeveria është një krizë të rëndë, është një krizë të shkoje. Okej, do ndalim edhe aty. Qartë. Patjetër që hetimi është shumë i rëndësishëm. Ne si juristë e dim që ka shumë element edhe në gjatë hetimit të cilët edhe për fatin e afateve mund të jenë parashkruar, disa vepra penale mund të jenë parashkruar, por është detyra e prokurorisë posaçme që të evidentojë të jete përgjegjësinë penale për secili nga personazhet që kanë kryer këto vepra penale, pavarësisht se mund të pasqyrohen në një komunikim akuzë apo jo, se kjo është e varur nga afati e parashkrimit, por nuk do të thotë që prokuroria e posaçme mos t'i evidentojë këto vepra penale. Është detyra e saj për të evidentuar, qofse do të bëjë një hetim cilësor, rigoroz dhe të denj për të strukturë, duhet ta bëjë një hetim të plot, që do të thotë. Çfarë lexua tek deklarata e zotit Berisha, Sefa? Shiko, zoti Berisha ka manim për të politizuar gjërat vetë, domethënë krijon vetë një vorbull politike pa qenë dhe atë çka bëri me fletëthirrjen për 2 javë edhe e politizoi gjithë ngjarje 2 javë në çdo ambient publik, në çdo studio, diskutohej mënyra se si merret një fletëthirrje me 2 firma, me firma, pa firma, edhe krijoheshin edhe debate me orë të tëra për një gjë proceduralisht të pavlerë, sepse në fund ditës ti do vesh atje. Qofse ti ka një urdhër prokurori për të marrë në pyetje, ti do vesh atje, në një formë apo në një tjetër. Kjo nuk diskutohet. Zoti Berisha kishte gjithë mundësinë, në datën 3 merrte fletëthirrjen të vendet, siç vajti dhe sot, se në fund ditës çfarë ndryshoi? Vajti, caktoi dhe datën, dhe orën kur do vende, edhe vajti. Atëherë kur kishte mundësi ai tani të bësh politik edhe të krijosh politik pa përfituar asnjë gjë, unë nuk e kuptoj dot. Kjo tregon që zoti Berisha për qëllimet e tij politike fut në lojë një instrument politik siç është Partia Demokratike për të marrë me një hall personal. Por sa qëndron ajo që thotë zoti Berisha, shko. Unë nuk mendoj që Spaku bën politikë, me thënë drejtën. Kjo është një çështje që Spaku vet individualisht si strukturë nuk e ka pranuar ta hetoj. Sepse ka thënë që nuk është kompetencë imja. Veprat penale për të cilat ka ndodhur, unë nuk kam qenë si strukturë, nuk janë vepra të bëra, nuk janë kompetencë imja lëndore dhe si të tillë Spaku ka bërë vendim për transferimin e çështjes në prokurorinë. Se Gërdeci ishte? Si? Se Gërdeci ishte? Dhe një herë, Gërdeci ka qenë ministre i zotëri. Di për çfarë është regjistruar vepra këtu? Për vrasje bashkëpunim rrethana cilësuese. Tani ne të dy e dim tani kush është vrasje bashkëpunim, kush është vrasje Sali Berisha? Jo, unë po thotë. Kjo s'ka për të ndodhur atë, se nuk ka vepra penale. Ku ndryshon kompetenca lëndore 21 janarit me atë të me Gërdecin?